Pastaj në klasën e 5 unë kaloj në një fazë tjetër dhe kam patur mësuese kujdestare nusen e xhexhait tim. Zonjë Florenca Saliaj, që e përshëndes edhe atë, një zonjë shumë autoritare, por jo nga këto mësueset, më fal, do përdor një shprehje që nga këto shtrigat që të merrnin shpirtin, por shumë e rrept. E rrept në kërkesën e llogarisë dhe në mënyrën se si ajo e tregonte mësimin. Pyetja është direkte, ka mbajtur me hatër apo s'ka mbajtur me hatër? Këtë duhet të sqarosh. Jo, nuk më ka mbajtur fare me hatër. Fare me hatër, madje kam qenë nga ata nxënës në një farë mënyrë i përsekutuar, sepse nëse duhet kishin të tjerët. Isha unë i pari që gjithmonë do të goditesha për grupin, kështu që. Por ajo ka patur një gjë që kanë nxitur tek unë gazetarin, kanë nxitur tek unë interpretimin, kanë nxitur tek unë letërsinë. Më pas kanë kaluar 2 vite dhe ka ardhur një mësuese tjetër, mësuese Daleko, e cila edhe ajo ka qenë mësuese gjeografie. Pastaj gjimnazin unë e kam fshirë komplet, ka qenë një periudhë urryer me mësues që periudhë tjetër ka gjimnazin. Po, gjimnazin nga viti i parë.